E kurse gjyq nuk ka pas për neve që na dënon, popullin shqiptar, po u duhet me dënue Serbinë. Përshëndetje. A mendoni se me 16 shtator do të lirohen krerët e UÇK-s pas aktgjykimit që e kanë? Unë besoj se do të jetë një aktgjykim i drejtë, domethënë, tash ndoshta nuk do të ishte korrekt me paragjyku, po unë besoj që aktgjykimi do të jetë i drejtë, do të jetë në favor të tyre. A mendon se do të lirohen të pafajshëm? Po prapë po them se di sa është edhe korrekte me u përzi, a din. Po ti si qytetari tjerë qyshi? Po, ama megjithatë duhet me ditë për çka akuzohen, domethënë. Tash ti me pru një mendim, a nuk e din për çka ta akuzohen, nuk është korrekte nga ana ime. Po unë do doja që ata të dalin të Ndërun, përshëndetje. Si pyetni tash me 16 shtator aktgjykimin e krerëve të UÇK-s, a mendon se do të lirohen të pafajshëm? Sipas mendimit tim, ata do të lirohen. Edhe do të vinë në mesin e familjarëve të vetë, nëse edhe bojnë një koalicioni mes këtyre partive, e kthejmë e qesin këtë Kosovën binar drejt, që ashtu që me se kësa partitë e në rrugë, unë e jo maj meqëm që të ma budolët, s'po më i bjen në cakot me i nërishtë dhe punë. Parët që me jep Unioni Evropian për ndihma sociale, sa për jupin, se s'po kryet vendimi s'po merët. S'po formohet qeveria, s'po formohet qeveria, ato këtë të ndomë tënë. Po me shkura është gjede, ato po kushtot, 13 milion që të pak. Inshallah, i shohen. Si po mendon se do të lirohen, do të jenë të pafajshëm? Po, do të ranë të jenë me u liruë edhe të pafajshëm janë, me gjithë që vallohet pak, nësë po gaboj, i kam pri edhe vetë. Pse po mendon që i kam pri? Vallohet, arshimi e kuta, mesele e këtë tjetëri, Jakupi. I prind edhe vetë, se kërë gjujke do të me do bakloda që të në parlament, dhe s'ma provuë gjykata speciale për shqiptar, ata ishin kontra. Ta seminatja, zisha drejtuje, e votuan edhe shkun vetë. Ranën kur vetë, apë i mëzdi, apë i budalakia të di, veç ranën kur. E kurse gjyq nuk ka pas për neve që na dënon, popullin shqiptar, po u duhet me dënue Serbinë, në krye me lopin e me ta lanoj tjerë. Këta kanë mbrojt vendin e vetë. Këta ne kanë mbrojt vendin e tonë. E mu gjyku për arsye, pse kanë mbrojt vendin e vetë? Kjo është shumë e pa drejtë. Inshallah Zotë jo më të mundshme e kthejën e vinën vend vetë, edhe pak në asaj kanë mbledhë edhe mend, që shme kom nga vonë. Ako nevoj Kosova për kthimin e tyne edhe me udhëheq vendin tash? A mendon se do të që po thotë me kthim binar? Ka nevoj Kosova për ata njerëz. Gjithse ata i kanë do gabime, ato gabime i rënkoni në shkur, por këta më u liruë, që ato pritën më të mire. Ka marrë parasysh, a kanë pas gabime të vlatë vogla, veç më u liruë, shumë kam të thotë. Unë për vetë të të e shola Zotë i dimon e i shkëri. Nuk ka, se hak kristian, hak nuk i kanë për gjë. Do budalaki që i kanë bo, ato i kanë robë mas pojatine të krye. Arshimi se ati veserit e Jakupit
Ai që kjo Jakufi, për Ibrahim Rëgullën kër u hikë të në parlament, ka pa vjerën e që ashtu qofën dëdzej, ka vdak e ka shkirë këtë boni bornije kur që e. Ibrahimi me ka quj movi Allah, edhe hatri sabive, nga që Amerike që nga pëstaj. Se nga s'patëm, popull patëm, po armatëm s'patëm. E një pishek me shku pashtë, po bëj kënomi. S'ke shumë edhe armatëm, para sërën të që Sot e kem pyetjen se me 16 shtator, është akt gjykimi i krerëve të UÇK-s në Hog, a mendon se do të lirohen të pafajshëm e të kthehen në vendlindjen e vet të familjet e veta? Shpresoj edhe mendoj edhe duhet me konë vendim i drejtë. Lirimi i tyne, përkthimin e tyne, familjen e tyne, në vendin e tyne ku kanë kontribuar dhe kanë gjendjen e onë gjithë shka për këta. Në qofse dënohen ose diçka, a dohet na mu qu si popull me dal kundër këtina vendimit nëse merret një vendim i pa zakon, pra mi dënu ose diçka? A do të na mi dal për krahje krerëve tonë se kanë luftu për vendin e vet, për mbrojtjen e vet? Çdo është me dalë gjithçysh. Besoj që është do të vendimtore, dhosh Zoti që t'jetë vendimi pozitiv, jo negativ. Ti mendon se do të kthehen edhe do të jenë të pafajshëm e të vinë në vendin e vet, ta udhëheqin vendin, a ka nevojë Kosova për ta? Ka nevojë Kosova për ta, Kosova ka nevojë për shumë njerëz tjerë, veç për ata. Po në këtë moment janë ma dunit për Kosovën. Nëse shtyhet pyetja pse. Një proces për para. Nëse shtyhet pyetja pse ka nevojë. Se lideri i Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, kryeministri, kryetari i Kosovës, ish kryetari Hashim Thaçi. Çdo vendim që ka marrë për Kosovën, ka marrë vendim pozitiv dhe ka ecë Kosova përpara. E për ata është nevojë me u kthye dhe marrë aty ku ka lënë, ta çojnë vendin bashkë me të tjerë përpara. Teski popull, teski rini, e lirëzoj këtë vend. A mendon ti se tash propozimi i Ramosh Haradinit u konë i nevojshëm që ka konë nëse kthehet me propozu prap Hashim Thaçin për president mja vazhdu mandatin, pasi është mirë mandati? Është propozim shumë i vend, shumë i qelluar, mirë, po dhe tjera partive nuk ka shprit, nuk do të presin ma tjetër vendim pas propozimit të Ramosh Haradinit. E lidh koha. Ramush i bëll mirë ka thonë. Jo që ma ka ma përësi me Hashim Thaçin politikë ka të shkët. Mirë po, të na thëjnë fjallë popullore, minatë të këshisëm dhe i djalli. E anë po thonë, minatët të armikut, jo që lip nevoja, po është dy fishme, nevoja dy fishme për më këthyje si presidenti vende. është marrë peng në mënyrë të paleshme dhe duhet më këthyje në vendi Lukaçi. A mendon se do të ecë Kosova përpara me kthimin e tyre, do të ndryshojnë gjanat, do të jetë një bashkëpunim i mes qytetarëve, opozitave, tash edhe pozitave që janë në pushtet? Që për momentin që është situata që është krijuar tash Kosovë. Është shumë shtim me gjetë njëri me pajtu këtë popull që është hasmëru pa nevojë. Nuk po i kush e qysh e tek. Çdo kush e ka mendimin e vet. Po jemi në një situatë shumë traumë. S'kem pas nevojë si popull, si qytetar, si vëllezër, me pas këtë përçarje me zë. Jemi të shu mëlli, jemi të shu që është e fjalla popullore, fjallë mëllit uj, drejt mëllit uj. Serbia gjithëherë ka prit pret, kanë lukë zdare që me përçau këtë popull me shkëpull për shtetet bashkuara të Amerikës, e atëherë me Rusin, që shka ka po këtyre këtë tagës, të pëshije që të kajtë po vinë të fasenësh. E pritë ma ditë me fatë lerimin e tyre. Faleminderit shumë, inshallah. Të përshëndes.